Problemi më i madh është që kanjëherë ne si popull jemi të apasionuar shumë mas çmimit lirë. Çmimi i lirë është rasti më i keq ku njerëzit munden që thojnë me psu i keq në aspekt investimit. E mira është që tash mirë është me bashkëpunu domethënë me një agjencion, pavarësisht të zgjedh me një agjencion që mundet me qenë shumë i besueshëm, ka integritet mirë në treg. Edhe zgjedh qatë agjencion me cilin ti do me bo atë blerjen tonë jetësore, kursimet që ti ke bo gjatë të jetës dhe me investu në një patunshmëri, atë se shkon ti edhe që thojnë në thojza i thojmë rrëfehesh para tina. Kanjëherë na jena sigur a e lujmë atë rolin e doktorit, do më thonë doktori e mjekon një pacient, edhe na e lujmë realisht thuj se të njëjtin gjë. Kështu që mirë është me zgjedh një agjencion edhe shkoni tregon domethënë kërkesat tuaja për çka ti dëshiron me ble me çat vlerë të parave. Mbos sojna ata e këshyrin ku ti mundesh realisht me kon, edhe pastaj vjen pjesa e negociatave. Po nuk është mirë për shembull ti me marrë një hap tutje vetëm. Për shkak që nuk e ngjen ashta ndërtuesin, po mendoj qysh e ngjojnë agjencioni, ai mundet me kon ashta një ndërtues që veç ka nis shumë prona, pas njëri nuk e ka kry, edhe mundet me thonë nëse ti mi e parët ka shumë ty ta bëj çmimin kështu, ta kry për një vet, nuk ta kry, domethënë ki shumë të lashe masanena që ti mundesh mi marrë vesh pastaj me kohën. Kështu që për mos me ardhur deri te kjo, mirë është po them prap, shkon te një agjencion i patunshmërive, i tregon kërkesën tonë, edhe mbas saj ata tregojnë se ku është më mirë realisht me ble një prunë. Na po mendoj ka pas raste që nuk na kanë ndëgju, edhe ka pas mundësi tani me i dështu çaj investim ku ai e ka boll, saqë për mos me zot ashta shumë, për tregoj vetëm një rast, ka qenë shtetas i Belgjikës, kur është ardhur me ble te na, po mendoj bazë referenca, ka ardhur dhe ka dëshiruar me ble një lokal në rrugën B. Lokali ka qenë dikon over 220 metra katror, ai ka pas vlerë 320.000 euro. Për 20.000 euro nuk e ka ble lokalin, bëhet fjalë për një lokal vinë e partë rrugës B, ku hyrat mujore në Qiraj ka dikon rreth 4.000 euro. Për 20.000 euro realisht nuk e ka ble dhe u shku dikon në një zonë tjetër e ka bëj investimin, ku banesat ende nuk ju kanë kry që 5 vjet, edhe një lokal që i ka nejt thot të nkohen. Kur orë mas 3 viteve këtu të më ka rastis me e po, thash qysh po ndihesh tash, do më thonë që ti ke pas mundësi me e pas më pronësi qëtë lokal, tha mos ma përmen, tha se po më rritet shiqet. Më thonë është një rast që ka njerë mirë është, do më thonë me ilan që ata tipa që ashtot pak më therë për me kuptu që jo çdo sen është çmimi i lirë. Do më thonë edhe në popull një. A të të taj kanë zirë 20.000 euro,